Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Sot do të flasim për temën çfarë është drejtësia në Islam. Në ajetin 25 të surës Al-Hadid, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Ne i dërguam të dërguarit tan me dëshmi të qarta dhe bashkë me ta zbritëm librin dhe peshoren në mënyrë që njerëzit të veprojnë me drejtësi. Sa do me thënës ky ajet fisnik? Ai na mëson se qëllimi i dërgimit të profetëve dhe i shpalljes së librave të shenjtë është udhëzimi i njerëzve drejt së vërtetës dhe vendosja e drejtësisë në shoqëri. Ky është qëllimi kryesor i fesë. Të dashur vëllezër dhe motra, drejtësia është prej cilësive të Allahut të lartësuar. Për shkak të rëndësisë së saj, dietarët i kanë kushtuar studime të veçanta më shumë se parimeve të tjera të besimit me përjashtim të tauhidit, pra njëshmërisë së Allahut fuqiplot. Imamët e pastër të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi të, e konsideronin rëndësinë e drejtësisë të barabartë me ato të tauhidit. Këto dy parime janë ndër shtyllat më të ndjeshme të Islamit. Arsyeja është se çdo mangësi në besim te drejtësia çon edhe në mangësi në besimin te tauhidi. Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt dhe dëshiron që edhe robët e tij të jenë të drejtë në çdo aspekt të jetës. Në një hadith kutsi, Allahu i madhruar ka thënë: O robët e mi, unë e kam ndaluar vetes time pa drejtësinë, prandaj edhe ju mos i bëni pa drejtësi njëri tjetrit. Kuptimi i drejtësisë. Fjala drejtësi është përdorur në dy kuptime. Kuptimi i parë, drejtësia me kuptimin e vendosjes së gjërave në vendin e duhur, është transmetuar nga prisi i besimtarëve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: drejtësia i vendos gjërat në vendet e tyre. Çdo gjë në univers, si dhe çdo ligj që Allahu i lartësuar ka shpallur për udhëzimin e njerëzve, është vendosur në vendin e përshtatshëm. Për këtë dëshmon sistemi i përkryer dhe i mahnitshëm që sundon në të gjithë anët e universit, i cili ka habitur dhe habit mendjet dhe ka lënë të mahnitur arsyet njerëzore. Për këtë dëshmon gjithashtu ligjet e përsosura të Allahut, të cilat, po të zbatoheshin nga njerëzit, do t'i çonin ata në kulmin e përsosmërisë dhe të lumturisë. Është transmetuar nga i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: me drejtësi qëndrojnë qiejt dhe toka. Një shembull për këtë kuptim është: nëse i hedh ujë një trëndafili, e ke vendosur ujë në vendin e duhur, por
nëse e derdh ujin kot, e ke derdhur atë në një vend të papërshtatshëm. Dhe kjo është në kundërshtim me drejtsinë. Kuptimi i dytë i drejtësisë është drejtësia me kuptimin e dhënies së të drejtës secilit që i takon. Ne besojmë se çdo krijesë në këtë univers ka të drejtat e veta. Askush nuk ka të drejtë t'ia marrë këto të drejta ose ta pengoj që t'i fitojë ato. I drejti është ai që ja jep të drejtën atij që i takon. E kundërta e tij është i padrejti, i cili e pengon tjetrin të arrijë të drejtën e vet ose ja merr, ja uzurpon atë. Allahu i lartësuar është i drejtë dhe i pastër nga çdo padrejtësi. Ai nuk i vendos gjërat jashtë vendeve të tyre, dhe as nuk u merr robëve të tij të drejtat. Allahu është shumë më i lartë se një gjë e tillë. Në ajetin 46 të surës Fussilat thuhet: Men amile salihan falinafsi, wa man sa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Kush bën mirë, e bën për dobi të vet. E kush bën keq, e bën në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën padrejtësi robëve të tij. Allahu i plotpustetshmi, i madhruari, i shpërblen të bindurit dhe ka të drejtë t'i ndëshkojë keqbërësit. Ai nuk i ngarkon njerëzit me atë që nuk mund ta përballojnë dhe nuk i dënon më shumë se sa e meritojnë. Allahu e ka krijuar krijimin me drejtësi dhe brenda sistemit më të mirë e më të përsosur. Ai nuk kryen asnjë gjë të shëmtuar dhe prej tij nuk buron veç se e mira. E gjithë kjo bëhet në përputhje me urtësinë dhe me sistemin më të përsosur. Pra, drejtësia do të thotë t'i japësh secilit të drejtën që i takon, të mos shtypësh askënd, të mos favorizosh njerëzit për shkak të pasurisë, fisit apo pushtetit, të gjykosh sipas të vërtetës. Kushdo që e lexon Kur'anin me arsyetim e meditim, do të gjejë se Allahu urdhëron drejtësinë. Në ajetin 19 të surës An-Nahl, Allahu i madhruar thotë: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Vërtet, Allahu urdhon drejtësinë, bamirësinë dhe dhënien ndaj të afërmëve, ndërsa ndalon nga imoraliteti, e keqja dhe padrejtësia. Ky ajet është konsideruar nga dietarët si një nga ajetet më gjithëpërfshirëse të Kuranit. Ajo që tërheq vëmendjen në këtë ajet është se Allahu fillon me drejtësinë, sepse pa drejtësi nuk mund të ndërtohet familja, shoqëria apo shteti. Islami thotë që të bëjmë drejtësi edhe ndaj atyre që nuk i pëlqejmë. Në ajetin 8 të surës Al-Maide, Allahu i madhruar thotë: O ju që keni besuar, jini të palëkundur për Allahun dhe dëshmoni me drejtësi, mos lejoni që urrejtja ndaj një populli t'ju shtyjë e të mos jeni të drejtë. Jini të drejtë sepse kjo është më afër devotshmërisë. Ky është standardi shumë i lartë që urdhëron edhe feja islame. Asnjëherë të mos bën pra padrejtësi. Njeriu zakonisht është i drejtë me miqtë e tij, por Islami i pastër kërkon drejtësi edhe ndaj kundërshtarëve. Nëse dikush na ka bërë padrejtësi, ne nuk kemi të drejtë i përgjigjemi me padrejtësi. Sepse Kurani na mëson dhe na thotë që të keqen largoje me të mirë. Islami thotë të jemi të drejtë qoftë edhe kundër vetvetes. Në ajetin 135 të surës An-Nisa, Allahu i madhruar thotë: O ju që keni besuar, jini të vendosur në drejtësi, dëshmitar për Allahun edhe nëse kjo është kundër vetes suaj, prindërve dhe të afërmëve. Ky është një nga ajetet më madhështore mbi drejtësinë. Kurani
nuk na kërkon vetëm të jemi të drejtë ndaj të tjerëve, por të jemi të drejtë edhe kur drejtësia bie në kundërshtim me interesat tona personale. Besimtari nuk e ndryshon të vërtetën për interes. Islami na urdhëron të bëjmë drejtësi në familje. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka urdhëruar drejtësinë edhe në mesin e fëmijëve. Një prind nuk duhet ta dojë njërin fëmijë edhe ta lërë pas dorë tjetrin. Një burr duhet të jetë i drejtë ndaj bashkëshortes, edhe fëmijët duhet të jenë të drejtë ndaj prindërve. Islami na urdhëron të bëjmë drejtësi në tregti. Në ajetin 181 të surës Ash-Shuara, Allahu i madhuar thot: "Uful kejle wa la takunu minal mukhsirin." Bëjni drejt matjen dhe mos u bëni nga ata që hanë me matje. Pra mashtrojnë. Mashtrimi në tregti është pa drejtësi. Fitimi nuk duhet të vi duke dëmtuar njerëzit, por fitimi të vi me halal, me drejtësi. Islami na urdhëron të bëjmë drejtësi në gjykim. Në ajetin 58 të surës An-Nisa, Allahu i madhuar thot: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl." Kur të gjykoni mes njerëzve, gjykoni me drejtësi. Prandaj, gjykatësi, udhëheqësi, mësuesi, prindi dhe çdo njeri që merr vendime duhet të jetë i drejtë. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Më i dashuri i njerëzve tek Allahu në ditën e Kiametit është më i afërt me të, është udhëheqësi i drejtë." Gjithashtu profeti ka thënë: "Kini kujdes nga padrejtësia, sepse padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e Kiametit." Padrejtësia nuk zhduket. Ajo kthehet tek njeriu që bën padrejtësi, qoftë në këtë botë ose në botën tjetër. Askush nuk është bërë simbol i drejtësisë në historinë islame si Imam Aliu, paqja qofshin mbi të, sigurisht pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Imam Aliu ka thënë: "Drejtësia i vendos gjërat në vendin e tyre." Imam Jafar Sadiq, paqja qofshin mbi të, ka thënë: "Kush i bën padrejtësi njerëzve, Allahu do ta vendos atë në padrejtësinë e dikujt tjetër." Pra si të bësh, do të bëhet. Njeriu pra korr atë që mbledh, atë që mbjell. Nëse mbjell padrejtësi, do të korr padrejtësi. Disa forma të padrejtësisë. Padrejtësia nuk është vetëm të marrësh pasurinë e dikujt. Ajo mund të jetë përgojim, shpifje, lëndim, mos mbajtje e premtimeve, mashtrim, rishfet, favorizim, diskriminim, mosdhënie e pagës së punëtorit, ofendimi i bashkëshortit ose bashkëshortes, padrejtësia ndaj jetimëve, dëmtimi i fqinjit e të tjera. Madje edhe të jesh i padrejt ndaj vetes duke bërë mëkate është një formë padrejtësie. Lind pyetja: si ta praktikojmë drejtësinë? Të jemi të sinqert, të mos gjykojmë me emocione, të dëgjojmë të dyja palët, të mos favorizojmë askënd padrejtësisht, të kërkojmë falje kur gabojmë, të kujtojmë se Allahu sheh çdo veprim që bëjmë. Të dashur vëllezër dhe motra, drejtësia është themeli i Islamit. Ajo është rruga e profetëve, e imamëve dhe njerëzve të devotshëm. Nëse drejtësia mbizotron në familje, familja bëhet e lumtur. Nëse drejtësia mbizotron në treg, ekonomia e lulëzon. Nëse drejtësia mbizotron në shoqëri, njerëzit jetojnë të qetë. E lusë Allahun fuqiplot të na zbukuroj me drejtësinë, të na largoj pa drejtësi nga zemrat tona dhe të na bëj pasues të denj të Kuranit, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të ehli bejtit të tij të pastër, të cilët ishin shembujt më të lartë të drejtësisë.
qofshim prej atyre që e duan drejtësinë, flasin me drejtësi dhe veprojnë me drejtësi. Allahu ju ruajt, ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.